Horoskopi javor për datat 1 dhjetor deri më 7 dhjetor 2025. Dashi. Kjo javë sjell një valë emocionuese energjie që ju shtyn drejt mundësive të reja. Me Marsin në harmoni me Jupiterin, ju inkurajoheni të ndërmerrni hapa të guximshëm, veçanërisht në karrierën tuaj. Bisedat mund të çojnë në përparime më 3 dhjetor, duke zbuluar potenciale të fshehura. Jeta juaj personale shen një rritje ndërsa gjeni kohë për të lidhur thellë me të dashurit rreth 6 dhjetorit. Financiarisht ju këshillohet të merrni në konsiderat investimet që më parë kishit në mendje, ndërsa yjet rreshtohen në favorin tuaj në mesjavë. Sa i përket shëndetit, ruajtja një ekuilibri midis aktivitetit dhe pushimit bëhet thelbësore ndërsa java përparon. Venusi mbështet ndjekjet tuaja krijuese, duke sugjeruar që idetë do të rrjedhin pa mundim, veçanërisht më 5 dhjetor. Mos u habitni nëse planifikoni një udhëtim spontan, duke sjell gëzim dhe një ndryshim peizazhi. Kjo periudhë është e pjekur për forcimin e lidhjeve familjare. Besojini instinkteve tuaja, pasi ato ju drejtojnë drejt përmbushjes së dëshirave tuaja të fshehura. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë vendimet. Demi. Kjo javë kërkon planifikim të kujdesshëm dhe durim. Energjit rreth 1 dhjetorit vën theksin në vetanalizë dhe strategji afatgjata në lidhje me rritjen e karrierës. Ndikimi i Mërkurit ju shtyn të rivlerësoni rutinat tuaja, duke nxitur ndryshime produktive. Transaksionet financiare mund të sjellin sfida të papritura më 4 dhjetor. Ecni me kujdes. Në marrëdhënie, komunikimi është thelbësor, veçanërisht në mesjavë kur emocionet janë të larta. Jini të hapur për diskutime të ndershme, por shmangni qëndrimet kokëforta. Sharmi juaj natyror shkëlqen rreth 5 dhjetorit, duke e bërë atë një kohë ideale për negociata ose zgjidhjen e konflikteve. Shëndeti ka nevojë për vëmendje shtesë pasi zakonet e vjetra mund të kthehen, duke ju nxitur të adoptoni një stil jetese të ekuilibruar. Deri në fundjavë do të vini re një ndryshim pozitiv në sferën tuaj shoqërore, duke nxitur lidhje që rezultojnë të dobishme për të dyja palët. Ndjekjet artistike rezultojnë terapeutike, duke ofruar një dalje emocionale mes javës së ngarkuar. Besojini këmbënguljes suaj të qëndrueshme. Ajo ju udhëzon përmes kompleksiteteve drejt qartësisë dhe suksesit. Horoskopi javor i Binjakët. Kjo javë ka të bëjë tërësisht me komunikimin dhe ndjekjet intelektuale. 1 dhjetori shen një rritje të energjisë mendore, perfekte për shkëmbim idesh dhe të mësuarit. Mërkuri ju inkurajon të shprehni ide, duke e bërë atë një periudhë të frytshme për projekte bashkëpunuese. Mundësitë për të zgjeruar rrjetin tuaj shoqëror janë të përhapura deri më 3 dhjetor. Megjithse mund të përballeni me disa fërkime për shkak të keqkuptimeve. Ruani qartësinë në shkëmbimet tuaja dhe gjithçka do të zgjidhet deri në fund të javës. Perspektivat financiare duken fitimprurse në mesjavë me fitime të papritura. Kushtojini vëmendje shëndetit, pasi stresi mund të ndikojë në mirëqenien tuaj fizike, veçanërisht më 4 dhjetor. Angazhimi në aktivitete në natyrë ose meditimi mund të ndihmojnë në rivendosjen e ekuilibrit. Dinamika familjare ndryshon pozitivisht më 5 dhjetor, duke siguruar një mjedis mbështetës. Ndërsa java përparon, një ftesë e papritur hap rrugën për zhvillime romantike, veçanërisht nëse jeni të hapur për të takuar njerëz të rinj. Përqafoni spontanitetin dhe përshtatshmërinë. Ato janë çelësat tuaj të suksesit këtë javë. Gaforria. Java e parë e dhjetorit sjell një përzierje reflektimi dhe veprimi. Ndërsa hëna ndikon në gjendjen tuaj emocionale, mund të ndiheni nostalgjik rreth 1 dhjetorit, duke nxitur vetanalizë rreth qëllimeve personale. Përdoreni këtë për të riorganizuar planet tuaja. Mesjava, një kombinim energjish mbështet përpjekjet në karrierë, duke sugjeruar përparime ose mundësi të mundshme. Ruani fokusin dhe këmbënguljen, veçanërisht më 3 dhjetor. Marrëdhëniet marrin vëmendjen qendrore më 4 dhjetor. Bisedat kuptimplote thellojnë lidhjet. Kini kujdes nga analizimi i tepërt i situatave, veçanërisht me të dashurit. Financiarisht, periudha është e qëndrueshme. Megjithatë, këshillohet monitorimi kujdesshëm. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje dietës suaj pasi ndryshimet në dietë mund të jenë të dobishme. Më 6 dhjetor, projektet krijuese fitojnë vrull, duke ofruar një mundësi të përsosur për shprehje emocionale. Fundjava fton për relaksim dhe aktivitete të kohës së lirë. Planifikoni një pushim me familjen ose miqt për t'u rigjallëruar. Kjo javë ju inkurajon të ushqeni botën tuaj të brendshme ndërsa menaxhoni me fryt detyrimet e jashtme. Luani.
Kjo javë ndes pasionin dhe ndjenjën tuaj të aventurës. Një dhjetori sjell një energji dinamike që ju shtyn drejt përvojave të reja dhe mundësive të të nxënit. Marsi rrit vetbesimin tuaj, duke e bërë atë një periudhë të shkëlqyer për role udhëheqëse ose për të filluar projekte në punë. Rreth datës 3 dhjetor, kini kujdes me zakonet tuaja të shpenzimeve pasi kufizimet financiare kërkojnë buxhetim. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa Venusi rrit sharmin tuaj, duke hapur rrugën për lidhje më të thella, veçanërisht më 5 dhjetor. Një gjest romantik ndihmon shumë duke forcuar lidhjet. Shëndeti merr mbështetje qiellore. Megjithatë, mbajtja e një rutine të ekuilibruar është çelësi për të ruajtur energjinë tuaj. Ndjekjet krijuese mahnisin interesin tuaj në mesjavë, duke ofruar një rrugë për shprehje artistike. Ndërsa afrohet fundjava, do të gjeni gëzim në tubimet shoqërore dhe ngjarjet e rrjedhëzimit që sjellin lidhje me ndikim në rrugën tuaj. Përqafoni spontanitetin, por sigurohuni që vendimet të përputhen me qëllime të afatgjata. Lëreni kreativitetin dhe entuziazmin tuaj t'ju udhëheqin, duke i shndërruar potencialet në realitete shpërblyese këtë javë. Virgjëresha. Kjo javë e parë e dhjetorit ka të bëjë tërësisht me gjetjen e ekuilibrit midis jetës suaj profesionale dhe personale. Një dhjetori nxjerr në pa nevojën për organizim. Përmirësoni detyrat tuaja për të rritur produktivitetin. Mërkuri rrit aftësitë analitike, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve dhe planifikimin strategjik në punë. Rreth datës 3 dhjetor, një zhvillim i papritur mund të kërkojë vendimarrje të shpejtë. Besoni instinkteve tuaja. Ndërveprimet shoqërore bëhen të rëndësishme në mesjavë, pasi rrjedhëzimi hap rrugën për përparime në karrierë. Financiarisht, mendoni afatgjat dhe shmangni blerjet impulsive. Shëndeti nuk duhet lënë pas dore. Integroni një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta në rutinën tuaj për të luftuar stresin e javës. Jeta romantike ofron momente afërsie, veçanërisht më 5 dhjetor, kur një bisedë zemër më zemër me një partner rrit mirëkuptimin. Kreativiteti dhe hobi sjellin energji shëruese gjatë fundjavës, duke siguruar një pushim shumë të nevojshëm nga nxitimi. Përqafoni mundësitë që nxisin rritjen si personalisht ashtu edhe profesionalisht, duke siguruar një qasje harmonike ndaj kërkesave të javës. Peshorja. Këtë javë ju fton të eksploroni partneritete dhe bashkëpunime të reja. Ndërsa java fillon të zhvillohet duke filluar nga një dhjetori, do të ndjeni një dëshirë bindëse për t'u angazhuar me të tjerët. Ndikimi i Mërkurit fillon biseda produktive që mund të çojnë në bashkëpunime të frytshme. Marrëdhëniet romantike janë të aktivizuara, veçanërisht rreth 3 dhjetorit, duke nxitur pasionin dhe mirëkuptimin. Diskutimet financiare shfaqen në mesjavë, duke kërkuar pragmatizëm në trajtimin e çështjeve financiare. Venusi bekon ndjenjën tuaj estetike, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ridekorimin ose planifikimin e ngjarjeve shoqërore. Stresi mund të identifikojë fusha që kërkojnë vetanalizë në zakonet tuaja personale. Merrni në konsiderat miratimin e rutinave të reja të mirëqenjes që përmirësojnë mirëqenjen tuaj mendore. Deri më 5 dhjetor, çështjet e karrierës kërkojnë vëmendje për shkak të dinamikave në ndryshim që mund të hapin dyert për përparim. Shmangni angazhimin e tepërt në shumë detyra, pasi kjo mund të çojë në presion të panevojshëm. Fundjava ofron relaksim dhe harmoni me familjen dhe miqtë e ngushtë, duke ju lejuar të rimbushni energjitë dhe të rifitoni perspektivën për javën që po afron. Akrepi. Kjo javë shënon një fazë transformuese me mundësi për rritje personale. Një dhjetori nxjerr në pa emocione të thella, duke nxitur vetanalizë që çon në njohuri të thella rreth dëshirave dhe frikërave tuaja. Me Marsin që ndikon në mënyrë të favorshme në shenjën tuaj, ndjekjet tuaja të guximshme ka të ngjarë të japin rezultate të frytshme, veçanërisht në rrugët e karrierës. Rreth 3 dhjetorit, një shkëndij kreativiteti mund të jetë tepër e dobishme nëse kanalizohet saktë, duke ofruar një perspektivë të re mbi projektet në vazhdim. Venusi thekson karizmën tuaj, duke çuar në forcimin e lidhjeve romantike ose në fillimin e marrëdhënieve të reja. Financiarisht, vendimet e kujdesshme rreth 4 dhjetorit sigurojnë stabilitet. Shëndeti kërkon vëmendje. Një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta mund të ndihmojnë në menaxhimin e presionit të javës. Zhytuni në hobi ose ndjekje krijuese, veçanërisht kur emocionet ndihen të tepërta. Fundjava ofron mundësinë për vetanalizë, pasi ndryshimet planetare stimulojnë rritjen shpirtërore dhe qëndrueshmërinë emocionale. Besojini instinkteve tuaja dhe lundroni javën me besim, duke frymëzuar ata përreth jush përmes energjisë dhe vendosmërisë suaj transformuese. Shigjetari. Kjo javë është plot emocione dhe mundësi,
ndërsa kthimi juaj diellor ju jep energji për aventura të reja. Duke filluar nga 1 dhjetori, Jupiteri sugjeron zgjerim në të gjitha fushat e jetës, karrierë, marrëdhënie dhe ndjekje personale. Përdoreni këtë kohë për të vendosur qëllime ambicioze dhe për të eksploruar territore të panjohura. Mesjava ofron një shpërthim kreativiteti dhe efikasiteti në punë, duke ju lejuar të përfundoni detyrat me zgjuarsi. Kini kujdes nga mbingarkesa, veçanërisht rreth 4 dhjetorit kur nivelet tuaja të energjisë bien. Mundësitë financiare mund të lindin përmes kanaleve të papritura. Qëndroni të hapur dhe fleksibël ndaj këtyre perspektivave. Romanca merr një kthes të këndshme më 5 dhjetor, duke i dhënë jetë të re marrëdhënieve ekzistuese ose duke hapur rrugë për lidhje të reja. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj gjatë kësaj periudhe energjike. Ushtrimet e rregullta do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Deri në fundjavë do të mbizotërojnë tubimet shoqërore, duke ofruar një platformë për të shprehur idetë tuaja dhe për të krijuar lidhje kuptimplote. Përqafoni entuziazmin dhe pozitivitetin që paraqet kjo javë, duke i transformuar sfidat në suksese. Britsjapi. Ndërsa java e parë e dhjetorit zhvillohet, përqendrohuni në themelet tuaja, duke u përqendruar në karrierën dhe qëllimet personale. Duke filluar nga 1 dhjetori, ndikimi i qëndrueshëm i Saturnit nxit durim dhe planifikim strategjik. Angazhohuni në projekte që kërkojnë vizion afatgjatë, ndërsa rezultatet shfaqen gradualisht. Rregullimet financiare mund të lindin në mesjavë. Bani komunikim dhe disiplinë të qartë për të menaxhuar burimet në mënyrë efikase. 3 dhjetori paralajmëron kundër vendimeve impulsive, duke këshilluar shqyrtim të kujdesshëm në çështje me rëndësi. Marrëdhëniet sjellin ngushëllim ndërsa Venusi forcon lidhjet emocionale, duke quar në shkëmbime kuptimplote me të dashurit. Shëndeti ruan ekuilibrin, megjithse një fokus në mirëqenien mendore inkurajon rutinat e relaksimit për të lehtësuar stresin. Përqafoni përpjekjet krijuese më 5 dhjetor, duke ofruar një perspektivë të re që thyen kufit konvencional. Ndërsa vjen fundjava, çështjet shtëpiake marrin përparësi, duke ofruar një mundësi për të ushqyer mjedise shtëpiake dhe dinamikën familjare. Besojini natyrës suaj pragmatike dhe qëndrueshmërisë këtë javë, duke ju drejtuar drejt arritjeve të konsiderueshme dhe të qëndrueshme. Ujori. Kjo javë sjell një val dinamizmi shoqëror dhe ndjekjesh intelektuale. Duke filluar nga 1 dhjetori, rreshtimet qiellore përmirësojnë aftësitë tuaja komunikuese, duke e bërë atë një kohë ideale për të ndarë ide dhe për të angazhuar në aktivitete bashkëpunuese. Miqësi dhe lidhje të reja mund të formohen rreth datës 3 dhjetor, duke paraqitur mundësi emocionuese për rritje personale. Marsi rigjallëron energjinë tuaj, duke ju frymëzuar për veprim, qoftë në projekte profesionale apo në qëllime personale. Sektorët financiar kërkojnë vëmendje në mes të javës, shmangni shpenzimet impulsive dhe përqendrohuni në investime afatgjata. Marrëdhëniet fitojnë thellësi ndërsa Venusi nxit mirëkuptimin dhe empatinë, duke inkurajuar biseda zemër më zemër, veçanërisht të dobishme më 5 dhjetor. Shëndeti kërkon një ekuilibër midis aktivitetit dhe pushimit. Merrni në konsiderat integrimin e praktikave të vetëdijes për të ruajtur qetësinë mes kaosit. Fundjava fton shprehjen krijuese dhe vetanalizën, duke promovuar vetëzbulimin dhe zhvillimin personal. Përqafoni frymën inovative dhe përshtatshmërinë që ju përcakton, duke transformuar sfidat në fitore të ardhshme me vizionin tuaj unik. Peshqit. Ndërsa fillon dhjetori, ndjeni një rritje të kreativitetit dhe vetanalizës. Këtë javë, duke filluar nga 1 dhjetori, ndikimi i Neptunit rrit intuitën tuaj, duke udhëhequr vendimet si në sferën personale ashtu edhe në atë profesionale. Ndjekjet artistike lulëzojnë, duke ofruar një dalje emocionale që qetëson dhe frymëzon. Rreth datës 3 dhjetor, puna kërkon vëmendje ndaj detajeve, duke kërkuar përqendrim për të pastruar punët tuaja të prapambetura. Financiarisht, shmangni investimet e rrezikshme dhe jepni përparësi kursimit. Marrëdhëniet ndërtojnë qëndrueshmëri përmes transparencës. Bisedat e rëndësishme rreth datës 5 dhjetor forcojnë lidhjet emocionale. Sa i përket shëndetit, jini proaktiv në lidhje me kujdesin ndaj vetes. Ekuilibri është thelbësor për mirëqenien mendore mes kërkesave të javës. Rritja shpirtërore arrin kulmin ndërsa energjitë planetare inkurajojnë reflektimin. Ndërsa vjen fundjava, kënaquni me vetmin ose meditimin, duke ushqyer paqen e brendshme. Miq dhe familja ofrojnë mbështetje dhe të qeshura, perfekte për të mbështetur veten. Përdoreni këtë javë për të parafruar ëndrat tuaja me realitetin,
duke besuar në mençurinë tuaj të lindur për të lundruar në pasiguri dhe për të përqafuar potencialin transformues që ju pret. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.